Përshëndetje të gjithëve, le të hapim së bashku qesën time nga shenjë dhe të shikojmë se çfarë kam bler. Këtu janë disa qese plastike, më duket, le t'i hapim. Po, janë qese që vendosen si për ushqimeve, nëse keni ushqime që do t'i lini në frigorifer, i vendosin nga një qese sipër pjatës edhe ruhen më mirë. Po, të shohim çfarë ka marrë tjetër. Po. Këto janë disa çorape mishi. Shumë të bukura dhe këto, të lezetshme. Vetëm me €1 ka marrë të gjitha ngjyrat. Ngjyrë mishi, ngjyrë të zezë, ngjyrë gri. Të tre ngjyrat. Që nga super. Më pëlqen. Të shohim çfarë ka marrë tjetër. Çfarë është kjo? Po. Kjo është një qese e madhe e cila mban qese të vogla brenda dhe tërhiqen një nga një këtu në fund. Interesante edhe kjo. Kjo këtu është një si punë nape për të kulluar qumshin për ta bërë kos ose salcë kosi. Interesante edhe si material. Në rregull, më pëlqen dhe kjo. Është pak e vogël, por punën besoj se do ta bëj. Këtu janë një palë atlete. Paketimi që nga nice. Heqim edhe nga kjo qese. Dhe ja të janë shumë të lezetshme dhe këto. Material kashmir këto në fund. Nice, më pëlqejnë, shumë të bukura. Njësoj si Adidas. Kam bërë këtu dhe 2 çanta. Kjo është njëra prej tyre. Wow, më pëlqeka. Pas ka vërtet material të mirë. Ta shikojmë dhe nga brenda. Ripat i pas ka të gjatë, fiksi që dua. Dhe brenda që nga ultra. Ka edhe këtë shalmin këtu, si pun shalli. Që vendoset këtu, ja le ta vëmë bashk. Dhe voilà, ja tek është. Shumë bukur duket. Më pëlqen. Këtu është një çantë tjetër, kam bërë si të 2 çanta, si që thash. Ja tek është. Këto janë rripat. Shumë e bukur dhe kjo, po material më të mirë kishte çanta e parë se sa kjo. Nga brenda është bosh, nuk ka asgjë. Ja tek janë dhe rripat. I vendosim më vonë. Nice. Shohim çfarë ka mbetur tjetër. Po, janë këto 2 spëngjerët. Të lezetshëm dhe këta. Do më hynë në punë. Kam blerë edhe një kapse ushqimesh. Ose sallate. Që nga çike gjatë, po që nga shumë e mirë kështu. Më pëlqen. Ndërkohë ka mbetur edhe një gjë fundit, të shohim çfarë është. Po, mbajtja e telefonit, teksa flisni me të shtëpisë ose me njerëzit që keni larg, mund ta lini telefonin aty, s'është nevojë që ta mbani në dorë. Nga shumë e bukur dhe kjo, vetëm me €1 kjo, €1 pak, ja vleka. Vërtet interesant. Nuk zgjatet, vetëm kaq është dhe vendos kështu. Ju falenderoj që më ndoqët, jemi në videon e radhës. Bye, mos harroni që të bëni like dhe subscribe për video të tjera si këto.